Kryeministri Edi Rama ka vendosur që të bëjë ndryshime drastike në qeverinë e tij, ku ai më thelbësor në fakt është edhe atë çfarë qytetarët kanë pritur prej disa muajsh, nëse Belinda Balluku do ishte akoma zëvendës kryeministre, por duket se zoti Rama e ka marrë një vendim dhe tashmë zonja Belinda Balluku nuk mban as postin e ministres së infrastrukturës dhe energjetikës dhe as postin e zëvendës kryeministres. Për të folur mbi këto ndryshime, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Nduaj Pjetra. Avokat, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Avokat, tashmë kemi ndryshime në qeveri, Belinda Balluku nuk është më pjesë e qeverisë Rama 4. Normalisht unë e kam thënë edhe më përpara në një intervistë që gjithçka çfarë po bëhet në seanca gjyqësore, kërkesat e SPAK-ut, pra kryeministri do ndrojë qeverinë në momentin kur ai e sheh situatën shumë të problematike. Rasti konkret për ta ndryshuar qeverinë është një rast krejtësisht pra që tregon frikën e të qenurit si kryeministër, si zëvendës kryeministër dhe si kabinet i qeverisë Rama. Arsyeja pse e them këtë është që situatat dhe presioni nga ndërkombëtar, pra ka arrit në atë pikë që vetë kryeministri, pra duhet që patjetër të kalojë në qeveri teknike. Është e pamundur të shmanget qeveria teknike. Të gjithë këta emra të kësaj qeverie që janë vendosur, janë emra fiktiv vetëm e vetëm për të kaluar në qeveri teknike. Avokat, pra ju mendoni që zëvendësimi i Belinda Ballukut me Albana Koçiun është një hap drejt qeverisë teknike dhe jo një hap konsolidimi drejt qeverisë Rama 4, pra edhe për 3 vitet e ardhshme? Jo, nuk ka lidhje fare. Unë për mendimin tim brenda 2-3 muajsh, nuk them shumë, por vendi do kalojë qeveri teknike. Mendofta ai ja hap dyert edhe zgjedhjeve të reja, por sado që të kërkohet në zgjedhje të reja shumë e vështirë që të fitohet me liderin që ka tashmë e djathta. Avokat, pse ky po themi vendimi i zotit Rama për ta shkarkuar zonjën Belinda Balluku kur ai e ka mbrojtur deri në fund? Pa menduar fare se çfarë ka ndodhur, kohët e fundit, ato shkatrimet e urave rrugëve do ishte shkri qeveria, jo do ishte heq, po do ishte shkri, qysh tek drejtorat e drejtorive, tek ministrat, zëvendës ministra dhe komplet qeveria duhet jepte dorëheqjen me këtë katastrofë që është për fajin e tyre. Dhe arsyeja pse, pra e kam thënë edhe në një artikull të gazetës antikorrupsion, Zoti është i madh dhe i nxori të palarat e tyre në shesh. Pra, po të shikosh asfaltet që janë vendosur, e zbulon fare mirë të gjithë aktivitetin e këtyre hajdudave të kompanive që unë i kam bërë thirrje SPAK-ut të arrestohen, të sekuestrohen pasuritë dhe të paguajnë dëmshpërblimin e gjithë atyre që kanë vujt gjithë këto ditë për fajin e këtyre kompanive. Dhe faji është i kompanive. Le që të thonë kryeministri që është prej Zotit, por jo, nëse këta kanë vjell, kanë shkatru malet, kanë shkatru urat, lumejt e me radhë, pra faji është i këtyre dhe nuk marrë kush përgjegjësi, siç po ndodh edhe në rjoll të Velipojs. Avokat, ndërkohë kemi që Besfort Lamallari nga ministër i drejtësisë kalon në ministër i brendshëm. Tani, të themi realitetin, asnjëri nga këta nuk e ka kapacitetin për të qenë qoftë ministër i brendshëm ose qoftë ministër i drejtësisë. Faktet tregojnë ku e nxori vetë figurën e tij si ministri i drejtësisë tek amnistia fiskale, amnistia e penale, e cila ai doli dhe gënjeu popullin, pra që para vitit të ri do shkoj tek shtëpia me qindra mijëra të burgosur dhe nuk ndodhi. Pra ky është një vegël e kryeministit. Pra këta janë, çfarë i thon kryeministi, dele gënjen, dele fol në gjë tjetër, dele flet,
por jo në aftësitë e veta. Pra, në qoftë se ai ka shku përsëri, pra minister i brendshëm, ka shku si rezultat se ministri i brendshëm prap është Rama, nuk është më asaj. Pra, janë gjithë vegla, janë persona të cilët nuk kanë aftësinë për këto vende ose për këto poste. Ndërkohë ka larguar nga postri i ministrit të jashtëm Elisa Spiropalin, ku në vend të saj ka vendosur Ferit Hoxhën. Si e cilësoni largimin e zënjes Spiropali përfundimisht nga qeveria? Spiropali pra tani ka kërsit ajo lufta e madhe cila po zihen brenda Partisë Socialiste. Skandalet e një pas njëshme, qoftë Spiropali, qoftë Balluku, qoftë ministrave të tjerë, tashmë po bëhen realitet nga ato që thonë qoftë demonstruesit, qoftë ata protestuesit e me radhë. Pra, gjitha këto veprime të kryera nga ata tregojnë fytyrën e qeverisjes. Nërsa thash edhe herë që gjithë këta persona të cilët pretendohet që do jenë ministra, në qoftë se gjithmonë, sepse edhe presidenti tek ne është kukull, vetëm për ta firmosur se nuk ka asnjë forcë ta kundërshtoj ose ta marr dhe ta hetoj cilin do ministër që të ketë mundësi me firmos, nuk e bën një realitet, nuk e bën një veprim të tillë. Dhe për këtë arsye ata do jenë ministra, apo do jenë figura, thjesht fotografia e tij që ka qenë ministër ose CV-ja e tij që ka qenë ministër. Ndërkohë, avokat, kemi largimin e Pirro Vengut si ministër i mbrojtjes. Në vend të tij vendoset Ermal Nufi. Tani ky Piroja, pra u zbulu edhe ky për korrupsionin që kishte bën në Durrës e me radhë. Pra, janë figura të cilat kryeministri i Shqipërisë po i promovonte që të mbronte korrupsionin që kishin bërë. Por u doli bllaf nga protestat e opozitës dhe duke vërtetuar që këta ministra janë të implikuar me vepra penale, me korrupsion dhe me gjitha. Dhe jo pa qëllim, sitën e këtyre ministrave të Shqipërisë e ka bën Evropa bashkë me institucione tjera ndërkombëtare. Dhe i ka sjell dosjet për secilin ministër që ishte i qeverisë Rama në SPAK për t'i hetu për korrupsionin e tyre ndër vite. Pra u kuptu që të gjitha këto veprime të qeverisë Rama ishin veprime për sa i përket mbrojtjes së tyre në korrupsionin që kishin realizuar më parë. Avokat, kemi Toni Gogu është bërë ministër i drejtësisë në vend të Lamallari. Tani të thush Toni Gogu e bën ministër, që këto të çon arsyeja që këta janë ministra përkohësisht për t'i hap rrugën qeverisë teknike. Avokat, ju mendoni përfundimisht që pas këtyre ndryshimeve është e sigurt që do ketë qeveri teknike nga zoti Rama? Ose ka qeveri teknike, ose mos veproft robi do të veproj zoti në Shqipëri. Pra unë po e them që ka arrit kulmin e kulmit historia e shqiptarëve, korrupsioni në Shqipëri dhe ky vend asnjëherë nuk ka qenë më keq se sot. Avokat, pas largimit nga qeveria të Belinda Ballukut, mendoni që do ketë ndonjë mas nga SPAK-u? Tani ajo është largu nga si po masa e SPAK-ut nuk mundet pa u marrë pa vulos Parlamenti i Shqipërisë, pra pa i dhënë të drejtën e arrestimit. Por këtu jam skeptik për sa i përket dhënies së lejes. Mendoj që lejen nuk ka për t'ia dhënë. Pra ju besoni që Parlamenti nuk e heq imunitetin Belinda Ballukut që më pas SPAK-u të arrestoj atë? Nëse e keni vënë para ca ditësh në intervistat e aty në krerëve të PS-së, që thanë është e mjaftueshme largimi i saj nga postet. Dhe e kanë paralajmëruar disa ditë më përpara që jemi në këtë pikë, por mos ta mendojnë që mund t'ia japin të drejtën në SPAK-ut dhe me të drejtë nuk duhet m'ia dhanë, sepse të gjithë lufta, SPAK-u ka harruar të kryejë veprime të tjera. Ka harruar krejt nuk po funksionon. Gjithë SPAK-u është përqendruar te Belinda Balluku, thu se Belinda Balluku është gjithçka në këtë vend.
Avokata, besoni që pas këtyre zhvillimeve mund të ketë ndonjë lëvizje nga Belinda Balluku, po themi, siç është aluduar rëndom në media dhe nga parti politike, që mund të ketë një hakmarrje të mundshme zënja Balluku? Nuk ka lidhje fare, nuk besoj që mund të ketë lidhje me këtë punë, sepse Belinda Balluku u mbajt aty, u mbajt me forcë nga kryeministri Rama për të fjermos gjithë korrupsionin që ne sot po e vujmë në Shqipëri. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.